Shoqata malore sportive Besa nga Qëllëpeku të dielën realizoi marshin tradicional me moton Qëllëpeku 2026, ku morën pjesë mbi 350 bjeshkatar nga 22 shoqata anëtare të Unionit të Shoqatave Bjeshkatare dhe bjeshkatar nga Kosova e Lugina e Preshevës. Para nisjes së marshit në stadiumin Besa Arena u mbajt një ceremoni ku kryetari Betullah Hasani falenderoi të gjithë pjesëmarrësit dhe tha se ky takim është një mundësi e shkëlqyer për të ndarë ide, për të përforcuar bashkëpunimin dhe për të krijuar ura të reja komunikimi. Ky organizim është në kuadër të Unionit të Shoqatave, i cili kalendarin vjetor e ka të caktuar nga viti i ri për tërë vitin, ku na pozicionohem në këtë datë që ishte e mirë, kështu që ky kalendar është i ngjeshur me aktivitetet e gjithave shoqatave të tjera, dhe kështu që gati se çdo të diell jemi ne të angazhuar. Në mesin e bjeshkatarëve në marshin tradicional Qëllëpeku 2026 të pranishëm ishin edhe personalitetet e profileve të ndryshme. Të marrësh pjesë në bjeshkatari është e kënaqësi e veçantë si në aspektin fizik, ashtu edhe në aspektin social. Është një ndjenjë e veçantë sepse në bjeshkatari nuk ka politik, ka vetëm aktivitete, ka shijosh natyrën, shijosh shoqërish, flasëm për bukuritë natyrore. Është kënaqësi e veçantë të jesh pjesë e me manifestimeve që organizohen dhe më vjen shumë mirë se në Trojës Shqiptare ka marrë një hoftë e jashtëzakonshëm ku ne si shoqat Besa jemi rregullisht pjesëmarrës. Uroj të gjithë organizatorët që kontribuan në këtë, që u morën me organizimin e këtij eventi. Marshi u realizua përgjatë një shtegu në rrethinën e fshatit Qëllëpek në rajonin e Malit të Thatë në një gjatësi prej 12 kilometrash dhe disnivel prej 500 metrave. Pasi bjeshkatarët përfunduan ecjen malore, organizatori për të gjithë pjesëmarrësit shtroi një drekë tradicionale dhe një program të pasur me këngë dhe balle. Organizatori për të gjithë ata që kanë kontribuar në organizimin dhe afirmimin e kësaj ngjarje të rëndësishme për Qëllëpekun ndau dhe mirënjohje.